Në Shqipëri, po shtohen rastet kur efektiv të rendit përfshihen me botën e krimit. Rasti më i fundit është ai i Muçi Shaljanit, agjenti i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, i cili mbeti i plagosur rënd në atentatin ku u vra Gilman Dodani, bashkëpunëtori i Emiliano Shullasit. Ky episod pason një sër rastesh të tjera ku punonjës policie janë përfshirë në aktivitete kriminale apo janë bërë viktima të tyre. Jeton Lami, ish efektiv i operacionales, u arrestua si personi i fundit që ka parë Ervis Martinaj, ende i zhdukur prej 2020-s, ndërsa Dedangjoni, ish shef komisariati, u kap në vitin 2023 për lidhje me një grup kriminal që planifikonte vrasje. Në listë përfshihet edhe Altin Morina, ish efektiv i Reneas, i akuzuar për trafik armësh dhe kultivim droge, si dhe Santiago Malko, ish polic i vrar. Arsyeja e vrasjes së Malkos u zbulua nga përgjimet e Sky ECC. Në bisedën me Ervis Martinajt dhe Leonard Dukës, bosi i lojrave të fatit e thoshte hapur se nuk e kishte problem faktin që shoku i tij i ngushtë i kishte vrarë njeriun që kishte të besuar. Boran Bërçana, një tjetër ish polic, u ekzekutua së bashku me partneren e tij pas konflikteve të hapura në botën e krimit. Atentati i tij u lidh me dy fiset e njohura në Shkodër, Lici Bajrat. Ish polici i burgjeve Gentian Betja u ekzekutua pas ditën e 15 marsit të 2024-s brenda oborit të banesës. Para se të vritej, Betja qëndronte i strehuar në bazat e fsheta të ish deputetit të Partisë Socialiste, Arben Doka, dhe biznesmenit të basteve sportive, Ervis Martinaj. Ervin Dalipaj, i shefi i krimit ekonomik në Policinë e Tiranës, dhe shoku i tij, Eugene Dautaj, do të ekzekutoheshin në prill të vitit 2017. I shefi i krimit ekonomik, asa kohe, ishte në kërkim për rëmbim dhe vrasje. Në janar të 2019-s, në kryeqytet do të ekzekutohet ish efektivi Arben Bilali, hetimi ushtri në dyshime për hakmarrje me çabaftët dhe u arrestua Gjert Sukali. Merviol Bilo ishte një nga komandos më të përgatitur të Zall Herit, trupoi i këngëtares Elvana Gjata, i cili ishte bashkë me grupin e Ervin Matajt, kur ekzekutoi truprojën e Ervis Martinajt, Fabiol Gaxhan. Në përplasjen me armë mbeti i plagosur edhe vetë Ervis Martinaj. Ngjarja e Rinasit kërkon një rishikim të praktikave dhe shtimin e filtrave se si rekrutohen punonjësit e shërbimeve të rendit dhe sigurisë publike.